Kadastra e Vlorës nuk po gjen sërish qetësi, duke mbetur pa një drejtues. Erion Galanxhi, i emëruar drejtor vetëm 3 muaj më parë, largohej zyrtarisht nga detyra. Ai ishte emëruar në këtë post në muajin mars të këtij viti për të drejtuar Agjencinë Shtetërore të Kadastrës në Vlorë. Pas largimit nga ky pozicion, Galanxhi mësoi se është emëruar në postin e nëndrejtorit të Agjencisë së Kadastrës në Shkodër. Në krye të Kadastrës së Vlorës, në vend të tij është komanduar momentalisht Paula Sullaj, e cila më parë ka mbajtur postin e nëndrejtoreshës së këtij institucioni, post të cilin e ka mbajtur edhe kur në krye të Kadastrës së Vlorës ka qenë Galanxhi, por edhe disa prej drejtuesve të mëparshëm të këtij institucioni. Mësoi gjithashtu se Sullaj ka qenë edhe më parë komanduar në krye të institucionit, por pa u konfirmuar më pas në detyrë, pasi në vend të saj janë emëruar emra kryesisht të mbërritur në Vlorë nga kryeqyteti. Nuk dihet ende nëse Sullaj do t'ja dalë kësaj radhe të emërohet në krye të kadastrës apo do të ketë një fat edhe si më parë. Erion Galanxhi është drejtuesi i tretë i ndryshuar në 2 vitet e fundit në Vlorë, pasi Naluçit dhe Ergy Skënderit, të cilët u largua më parë nga drejtimi i këtij institucioni. Pas furtunës në kadastër të ndodhur pak vite më parë, Luçi deri më tani është drejtuesja më e gjatë në krye të institucionit, duke qenë në krye të kadastrës për më tepër se 1 vit. Luçi emërua në detyrë në qershor 2023, duke zëvendësuar në krye të këtij institucioni Erdet Mandin, pozicion që e ushtroi deri në shtator të 2024-s. Në po të njëjtin muaj, Ergy Skënderi u emërua më pas në krye të kadastrës së Vlorës, post të cilin e mbajti deri në muajin mars të këtij viti, kur në krye të institucionit u emërua Erion Galanxhi, i cili vazhdoi detyrën vetëm për 3 muaj, ndërsa duke iu referuar vetëm dekadës së fundit, drejtuesit e kadastrës në Vlorë, të cilët janë ndryshuar, shkarkuar dhe zëvendësuar, janë me 10, aq shumë sa nuk numërohen. Me sa duket, edhe transferimi i godinës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës tek ish-shtëpia e oficerëve nuk ka sjellë as pak fat që në krye të këtij institucioni të kemi një drejtues jetë gjatë.